Meditim për të çliruar frikërat, veçanërisht klaustrofobin. Ky meditim të ndihmon të çlirohesh nga çdo frikë dhe ankth që mund të keni, sidomos ato që lidhen me klaustrofobit. Do të përdorim frymarrjen dhe udhëzimet për të pastruar dhe qetësuar trupin dhe mendjen tuaj, duke u fokusuar në largimin e çdo ndjenje të kufizuar ose të mbyllur. Gjeni një vend të qetë dhe të rehatshëm, ku mund të relaksoheni pa pengesa. Uluni ose shtrihuni rehat. Mbyllni sytë dhe lejo çdo tendosje në trupin tënd të largohet. Merr një frymë të thellë përmes hundës. Mbaj për disa sekonda dhe ndiqe energjinë që kalon nëpër trupin tënd. Tani nxirre ngadalë përmes gojës. Lejo që çdo ndjenjë e tensionuar të largohet me çdo frymë që nxjerr. Dhe lejo që çdo mendim të kaloj me çdo frymë që merr, duke u fokusuar vetëm tek frymarrja jote. Për momentin, vetëm frymarrja është e rëndësishme dhe vetëm frymarrja si jepi fokus, energji dhe kohën tënde. Me çdo frymë, ndjehu gjithnjë e më i qetë, më i lirë dhe më i pranishëm. Tani që frymarrja jote është e qetë, e lirë dhe fokusi e përqendrimi yt është vetëm aty. Mendo për frikën që ndjen. Kujtoje tani, sidomos lidhu me ndjenjen e klaustrofobisë. Mund të kesh përjetuar ndjesi të mbyllur, të mbërthyer, apo të frikësuara nga hapësirat e ngushta. Kujtoja pak vetës kur ka ndodhur, pse ka ndodhur dhe çfarë të kujton. Prano këto ndjenja pa i gjykuar dhe lejo që ato të jenë aty për momentin. Pranimi është çelësi i parë për shërim. Ajo që ndjen është natyrale dhe është një reagim i trupit dhe mendjes ndaj ndjesive të panjohura. Frymë. Lejo që fryma jote t'i largoj këto ndjenja. Sido që mund ta ketë ritmin, lejoj që këto ndjenja për disa momente të ekzistojnë, duke mos u mbajtur pas tyre. Ndjehu si një vëzhgues i këtyre ndjenjave, pa u identifikuar me to.
Si po ndjehesh tani? Apo të ndihmojnë mendimet dhe ndjenjat në këto momente? Në këtë moment mund të shohësh frikën si një element të panjohur dhe të pabesueshëm. Nuk duhet ta lejojmë frikën të na përcaktojë, por të ndihmojmë të zbulojmë se nuk ka asgjë për të frikësuar. Merr një frymë të thellë dhe ndjehu gjithnjë e më e fortë. Dhe qetë në praninë e kësaj frike. Dhe tani është koha që këtë frikë ta zbusim. Imagjinimi i hapësirës së gjerë dhe të lirë përfytyro tani një hapësirë të pafundme, të gjerë dhe të qetë. Shiko hapësirën përpara teje. Ndjehu si kjo hapësirë tërheq gjithçka që të ndihmon të çlirohesh. Përfytyro një hapësirë të hapur. Ndoshta një kodër, një plazh, ose një hapësirë të bukur dhe të sigurt për ty. Tani, shiko para vetës një pengesë e cila përfaqëson kufizimin që të ka krijuar frika. Mund të jetë një mur, një derë, ose një hapësirë e cila ju ka bërë të ndjeheni të kufizuar. Dhe tani me sytë e imagjinatës, imagjino që ky mur po shëmbet, ose kjo derë po hapet. Lejo që kufizimet që të lidhin me frikën, që të janë dukur të forta, të shkërmoqen dhe të largohen. Mund ta hapësh me forcë këtë derë. Mund ta godasësh me forcë këtë mur. Dhe të ndjesh i lirë, e lirë. Përfytyro gjithçka që ishte e mbyllur, të bëhet e hapur dhe e lirë, si një hapësirë që është gjithnjë në dispozicion për ty. Dhe tani, imagjino dritën e pastër, e cila e mbulon të gjithë trupin tënd, e cila largon frikën. Imagjino një dritë, e cila mbush hapësirën përreth teje. Kjo dritë është fuqia e brendshme, e cila të ndihmon për të larguar çdo frikë. Në çdo frymë që merr,
Ndjehu si kjo dritë kalon në çdo pjesë të trupit tënd dhe shpirtit tënd, duke shkatruar çdo ndjenjë kufizimi dhe frike. Me çdo frymë që nxjerr, ndjehuni më të lehtë, më të lirë dhe më të fuqizuar. Pengesat e vogla nuk janë për shpirtin, por për mendjen. E shpirti mund të jetë i lirë për të eksploruar, për të shikuar dhe për të depërtuar kudo, në çdo hapësirë, në çdo kohë, në çdo dimension. Prandaj, nga ky moment, jepja të gjithë vëmendjen dhe fuqinë shpirtit tënd dhe lejoje që ai të jetë i lirë, i pastër dhe i qetë. Vëzhgoje ngadalë trupin. Dërgoje vëmendjen tënde duke filluar nga majat e gishtave të këmbës, tek shpullat e këmbëve, pulpat e këmbëve, kofshët, barku, hapësira e barkut, shpina, krahori, krahu i djathtë, krahu i majt, koka jote. Kupto që çdo tension që mbani në trup është një pasqyrë e frikës. Lëri tensionet të shkrihen dhe të largohen me çdo frymë tënde. Imagjino se çdo zonë e trupit ku mbani tension mund të jetë në duar, në shpatull, në gjoks ose në bark, po relaksohet dhe po çlirohet. Kudo ku mund të ndjeni një tension, dërgoje vëmendjen tënde dhe liroje tani. Liroje nga ky moment dhe thuaja kësaj zone të trupit: faleminderit, por unë i jap përparësi shpirtit, i jap përparësi vetës, i jap fuqi shpirtit dhe të liroj. Me çdo frymë që merrni, ndjehuni gjithnjë e më të qetë dhe më të lirë. Çdo pjesë e trupit po çlirohet, çdo muskull po pushon dhe po relaksohet. Kur trupi dhe mendja janë të liruara nga frika, ata ndjehen të fuqizuara. Ndjehu dhe ti i fuqishëm dhe i qetë brenda vetës. Merr frymë dhe ndjeje këtë energji që rritet, duke forcuar besimin dhe sigurinë në veten tënde, në shpirtin tënd. Merr frymë dhe ndjeje
Çdo ndjenjë frike është larguar nga ty. Çdo pengesë është shkatëruar në miliona copa. Në këtë moment, jeta jote është e lirë, më e hapur dhe më e qetë. Ti je plotësisht i çliruar nga çdo ndjenjë frike, e cila më përpara të lidhte me klaustrofobin apo frikrat të tjera, të cilat të kishin kufizuar. Ndjehu i lirë dhe jepi përparësi shpirtit. Ndjeje që energjia e cila vjen tek ty përmes çakrës së kurorës është një energji e pastër, e bardhë, transparente. Është energjia e shërimit. Hyn tek ty, integrohet në çdo qelizë, në çdo molekul, në çdo organ, në çdo neuron, dhe të bën një person të ri, një person të lumtur, një person të transformuar. Lejoje që kjo energji të rrjedh nga maja e kokës deri tek majat e gishtave të këmbëve. Dhe ndjeje fuqizimin e saj, shërimin e saj, ndjeje se sa e mrekullueshme është të ndjehesh i ri, i pakufizuar dhe t'i japësh përparësi shpirtit, vetës tënde, lirisë tënde. Ndjeje veten të çliruar, të fuqizuar dhe plot paqe. Tani je i lirë, mund të fluturosh, mund të ja dalësh dhe të ndjesh i sigurt, plot jetë dhe plot çlirim. Merë frymë thellë dhe liroje ngadalë, dhe avash bëu gati të hapësh sytë, por mbaje këtë energji të re, të fuqisë dhe lirisë, dhe mbaje me vete gjithë ditën, duke ja kujtuar gjithmonë vetës se rëndësinë më të madhe në këtë botë e ka shpirti. E shpirti është i lirë, është i pastër, pa kufizime. Kur të ndjesh gati, mund t'i hapësh sytë.